Shumë detaje, mirë mëngjesit e u. Përshëndetje të uta. Përshëndetje, mirë mëngjesi edhe për juve. Si që thatë, pra, sot deri me datën 11 tetor do të mbahet festivali dhe panajiri i librit këtu në sheshin Zahir Pajeziti. Përveç pra librave të cilat ofrohen këtu, do të ketë lojra si dhe aktivitetet të ndryshme. Me ne është Zjarë Bujari, menaxher nga festivali ETEA dhe na njofton në lidhje me këtë festival, po ashtu dhe panajirin e librit. Mirë mëngjesi Zjarë dhe mirë se erdhët. Mirë mëngjesi edhe juve mirë se erdhët. Atëherë është gjithçka gati për orën 11, po i shohim se janë duke u bërë dhe përgatitjet e fundit thuaja se. Po, edhe gjithçka është edhe janë duke i bërë gati edhe librat. Shtëpitë botuese janë të i vendos librat e tyre. Kemi kohë edhe disa edhe 3 orë, gati 3 orë për një nisje spektakolare të këtij edicioni. Kjo është edicioni i 3 i festivalit dhe panajirit librit për fëmijë dhe organizata ETEA bashkë me Bibliotekën e Xhës Sulemani janë të lumtur me pru këtë organizim në qendër të Prishtinës, ku muj me thonë që interesimi është të rrit vit pas viti. Çfarë ofrohet si vjet, do të thotë, në edicionin e 3 me radhë? Po, si vjet, si edhe vitet e tjera, kemi 2 komponenta të festivalit. I pari është panajiri, ku është shitja e librave me çmime promocionale, të cilat janë të bëmë për fëmijë edhe janë botime të Kosovës, Maqedonisë të Veriut edhe Shqipënisë. Edhe komponenti tjetër është pjesa e aktiviteteve ose aktivitetet e festivalit. Aktivitetet janë edukative, kulturore edhe zbavitëse, të përshtatshme për gjitha grup moshat e fëmijëve, edhe ky, nëse muj me dalë me kamerë kënej, është kandi i aventurave. Që është pjesa e aktiviteteve, vjetë ka qenë ma e vogël, par vjetë ka qenë edhe ma e vogël, tash është ma e madhe, ka ma shumë vend. Një hapësirë përshtatshme për fëmijët, po ashtu... Po, është hapësirë përshtatshme edhe është hapësirë e mjaftueshme për numrat e mëdhej të fëmijëve, sepse ju me sa mundeni me ditë, fëmijët në festival vinë të organizuar prej shkollave të Prishtinës, po edhe qyteteve tjera, edhe vinë me numra të mëdhej. Domethënë kur vinë fëmijët, vinë 150 fëmijë. 150. Edhe nuk vinë veç një herë, po vinë tanë ditën. Domethënë kemi çdo orë aktivitete të ky kënd, nëse nuk na nxen këtu dalim këtë pjesën kënej, domethënë ka vend sa dush. Me mos me pas shi edhe të gjitha aktivitetet realizohen tamam sipas planit. Sipas gjitha gjasave. Mirë, po edhe jeni siguru me mbuloj këto. Patjetër. Edhe sipas gjitha gjasave, parashikimi i motit po tregon që nuk do të ketë shi, ose nëse ka shi i shumë i rrallë dhe shumë i butë. Mandej këtu ja nisin pjesa e panajirit, ku i kemi domethënë shtëpitë botuese tu vendos tash. Këtu gjithashtu i kemi edhe disa organizata partnere, cilat kanë me shpërndafje tushkat e tyne, edhe informata edhe udhëzues ndërgjegjësues për fëmijët. Këtu i kemi sponsorin gjeneral Albasin, edhe sponsorët e tjerë si Agora, Besa Security, Hamlis, Liri, Rrugove dhe Premium Bakery. A janë të shumë të anën tjetër shtëpitë botuese të cilat janë pjesë e këtij panajiri? Kemi mjaft shtëpi botuese edhe siç e thash edhe më herët, kemi shtëpi botuese edhe prej Shqipënisë edhe Maqedonisë të Veriut. Këtu pra është pjesa tjetër ku mundeni me pa shtëpitë botuese tu i vendos librat e tyne, tu i vendos këto këtë pjesën e marketingut tyne, domethënë logot edhe këtë brandin e tyne. Këtu e kemi Albasin, aty është Dugazhini, ma tanë është Galdimi, Magjia librit, këtu presim edhe disa tjerë me ardhë. Atje tash çka është një shtesë e këtij edicioni të festivalit të panajirit librit për fëmijë, është kandi i të rritunve. Kjo shtesë vjen si pasojë e viteve të kalume e kemi vrejtë që domethënë kemi pas shumë prind, domethënë pjesëmarrësit edhe vizitorët e festivalit dhe panajirit librit për fëmijë nuk janë
domosdoshmërisht fëmijët, edhe pse është numri më i madh i tyre është fëmijë, mirë po sidomos mas dite ose në vikende, se tash e kemi edhe të shtunën, kemi pas se numri më i madh i vizitorëve është prindrit bashkë me fëmijët e tyre. Kështu që si rrjedhoj këtu e kemi edhe një kant për prind, edhe për të rritunit, për të rinjt, kushdo që dënë në ardhë. Domethënë, festivali edhe panajiri nuk është limitues, nuk është kufizues, gjithkush mundet me ardhë, është për krejt, kur vinë prind me ble libra për fëmijë, e blenë edhe një për veti, sepse leximi është për një i mirë. Në anën tjetër e përmendet që do të mbahen pra aktivitete të ndryshme, do të ketë po ashtu punëtori, promovime librash, mirë po nëse flasim për grup moshat e fëmijëve. Po. Kush mund të vjen të gjithë ata të cilët janë të interesuar? Këto aktivitetet kryesisht janë të përzgjedhura për fëmijë prej qerdheve e deri në shkollat e mesme. Domethënë kemi një gamë të gjatë të aktiviteteve dhe laramani të aktiviteteve. Aktivitetet do të jenë kulturore, edukative, po edhe zbavitëse. Domethënë prej lojrave me teknologji, me robota, e deri te promovimet e librave edhe kështu me radhë. Domethënë kemi shumë aktivitete të cilat janë të përshtatshme për gjitha grup moshat, specifikisht të përshtatshme për ciklin e ulët fillor. A mundëm ndoshta edhe të vazhdojmë edhe të librat të cilat janë të ekspozuara dhe i shohim pak a shumë? Po. Shumica e librave të cilat në ditët e sotme të cilat votohen janë të ilustruara, pra edhe me fotografi të cilat janë shumë tërheqëse, po ashtu edhe për fëmijët i nxisin ata. Të jenë më kurrështar për të lexuar. Po, domethënë këtu i kemi librat e librarisë Galdimi, të cilat janë të përshtatshme domethënë për mosha edhe më të vogla, që këtu shohim një vjeç, për një vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç. Kemi, domethënë, ka librat nduar shumë. Edhe janë duke u bërë gati, thuaj se janë edhe në përfundim? Po. Duke i ekspozuar. Janë ty kemi edhe shtëpi botuese të tjera, ka laramani, domethënë, edhe të librave. Këtu nuk shiten tekste shkollore, kështu që nëse nuk i keni ble hala krejt ju prindë e fëmijë, atëherë nuk besoj që mundeni me i gjetë këtu, po këtu ka kryesisht pralla, tregime, edhe vjersha për fëmijë, domethënë letërsi për fëmijë kryesisht. Nëse flasim sa i përket leximit, pak a shumë duke u bazuar nga organizata juaj, sa kanë interesim fëmijët lexojnë, të marrin libra? Fëmijët kanë interesim, mirë po nuk është i mjaftueshëm. Na e shohim që përmes testit PISA vrejmë nivelin e lexim kuptimit, sidomos tek fëmijët e Kosovës. Edhe tash si Kosovë, kultura e leximit nuk është në nivelin e kënaqshëm. Edhe organizata e teja krejt qëllimin e ka, domethënë ngritjen e cilësisë të arsimit Kosovë dhe zhvillimin e kulturës të leximit. Edhe ky festival, kjo ngjarje është një farë është domethënë organizim pikërisht për atë qëllim. Është qëllimin e ka me i nxit kulturën e leximit tek fëmijët e Kosovës, edhe të Prishtinës, edhe me i afru me librin. Ideja është që me i tregu fëmijëve që edhe libri edhe zbavitja mund me shku bashkë. Nuk është libri diçka bajate, nuk është libri diçka që është detyrë, po mund me qenë diçka shumë e mirë për krejt neve. Edhe padyshim që edhe festivalet të ndikojnë që t'i nxisin ata për të blerë libra, po ashtu edhe për të lexuar. Po. Janë të mirë këto festivale? Po, padyshim. Panajiret e librave? Këtu tash fëmijët e kanë mundësinë edhe me ble libra,
edhe mund me zgjedh çfarë do libri Po, sipas dëshirës së që i tyre. pëlqen. Po, tash këto çmimet e libra do të jenë çmime promocionale, me zbritje deri në 30%. Kështu që do të jenë çmime më të përshtatshme për fëmijët, sepse ju e dini fëmijët nuk kanë mundësi shumë të dhaja në libra, po këto i ofrohet ajo mundësi. Masi jemi edhe thuaja se ka fundi i bisedës, në anë tjetër, sa ka ndryshuar ky edicion prej 2 edicioneve të tjera? Si që thash edhe më herët e kemi këtë shtesën e kandit rriturve, hapësira është më e madhe, sidomos pjesa e aktiviteteve, ky kandi i aventurave është shumë më e madhe se vjet, edhe si vjet gjithashtu kemi më shumë mbështetje, si që përmenda e kemi sponsor general Shtëpinë Botuese Albas, cilët i falenderojmë shumë, edhe gjithashtu kemi aktivitete më shumë, edhe presim pjesëmarrje më të madhe. Po, deri me Prej datën vitit parë në vitin e dytë, sipas llogaritjeve tona, është dyfishu pjesëmarrja në festival, sepse vitin e parë ka qenë edhe më modest si organizim, po vitin e dytë mandej është janë rrit këto tendat e shtëpive botuese, kemi pas hapësirën e aktiviteteve, edhe tash si vjet shohim që presim padyshim që ka me u rrit edhe pjesëmarrja edhe vizitorët. Janë 4 ditë në pyetje, do të 4 ditë sot nis në ora 11 edhe përfundon të shtunën në mbrëmje. Po edhe pasi që edhe shtuna është ditë vikendi, kështu që kanë kohë më të madhe edhe prindrit edhe fëmijët, pasi që nuk kanë angazhime me shkollë, të thotë dhe mund të vinë. Edhe po, patjetër, gjithkush është i mirë se ardhën, krejt mund me ardhë edhe sa i përket motit sot është pak vrant, po nesër mas nesër shtunën ka me qenë moti perfekt, tamam që she ka hije një festivali e një organizimit të këtil. Krejt në një mesazh për fund? Një mesazh për fund, hajdeni mu knaqë. Të gjithë fëmijët, po ashtu edhe prindrit. Edhe prind, unë e me thonë që knaqëna shumë, do shta ma shumë se fëmijët. Kështu që hajdeni krejt mu knaqë, edhe me shiju festivalin, edhe aktivitetet, edhe librat e vetë. Faleminderit, suksese zjarë. Faleminderit e juve. Atëherë ishim pra me Zjarr Bujarin nga organizata ETEA, ku folëm për festivalin dhe panairin e librit për fëmijë, panair ky i cili po mbahet në sheshin Zahir Pajaziti dhe do të jetë i hapur deri me 1